45 vjeçari Mikel Ndoi, që u arrestua të hënën në Durrës pasi i plagosi vajzën e tij me thik dhe një person tjetër, ka deklaruar në polici se ka qenë i dehur dhe në gjendje të rënduar psikologjike. Ai ka shtuar se kishte si qëllim që të ribashkohej me familjen, por vajza e tij ishte kundër. Isha në gjendje të rënduar psikologjike dhe nën efektin e alkoolit. Shkova te vendi i punës së vajzës pasi nuk po përgjigjej në telefon. Dua të ribashkohem me familjen, por vajza ka ndikuar negativisht. Nuk donte të kishte të bënte më me mua. Më shpërfilte, më ignoronte. Shkova për t'i thënë se doja të bisedoja me të, por më tha se nuk dua të kem asnjë lidhje me ty. Për mua nuk ekziston më. Ai e ka justifikuar kështu sulmin me thik ndaj vajzës së tij dhe kolegut të saj të punës. Në këtë moment mu e rësuan syt, i thash hajde dalim pak për jashtë që të flasim. Ajo më shtyu, nuk mbaj mend më se çfarë ndodhi. Ishte edhe një djalë aty që ndërhyu në ato momente. Teksa po tentonte të më largonte, u pre nga thika dhe ai. Më pas ika dhe u fsheha diku afër repartit zjarfikës. Aty kuptova se çfarë kishte ndodhur. Unë isha në gjendje të rënduar psikologjike dhe kisha konsumuar alkool. Më vjen shumë keq për atë që ndodhi. Jam penduar shumë. U kërkoj falje vajzës dhe djalit që u plagos. Djali nuk e njihja fare, nuk di ç'të them. Ndihem shumë keq. 56 vjeçari Mikel Ndoi pas sulmit është larguar nga vendi i ngjarjes, por pas disa orësh në kërkim është vënë në pranga. Pasi kishte kryer burg në Itali dhe ishte kthyer së fundmi në Shqipëri, kishte kërkuar të ribashkohej me familjen, por kjo kërkesë nuk është pranuar nga vajza e tij.